Bregdeti i Lungomares është pushtuar tashmë nga leshterikët e shumt. Në zonën e ujit të ftohtë pranë fushave të sportit, konstatohen se një pjesë e bregdetit të shëtitores së Florës është e mbushur nga leshterikët. Ka aq shumë leshterik sa bregdeti ka marrë ngjyrë kafe, duke mos të dhënë as pak përshtypje në një vend iranor. Madje leshterikët, të cilët kanë pushtuar një pjesë të bregdetit të Lungomares, duket sikur kanë mbuluar çdo gjë në bregdet. Jo vetëm leshterik, por në bregdetin e shëtitores së Florës, deti i trazuar dhe me dallgë, por dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike, kur njerë ka patur diell dhe më pas reshje shiu, kanë bërë që të dalin në pa edhe mjaft mbeturina, betje të shumta të cilat janë konstatuar përgjatë pjesës ranore të bregdetit, nga zona e ish Akademisë së Marinës në drejtim të ujit të ftohtë, mbetje të shumta, të cilat janë hedhur në ditët apo muajt e fundit në detin Adriatik dhe Jon. Mbeturinat e konstatuara në bregdet janë kryesisht materiale plastike, por nuk mungojnë as mbetje prej robe apo pjesë të thyera të orendive të beachbareve. Ndotja në masë e bregdetit nga mbetjet që i kanë nxjerrë deti vjen disa ditë pasi në Lungomare u krye një aksion për pastrimin e përgjithshëm nga mbeturinat e të gjithë vijës bregdetare, duke e kthyer këtë të fundit në normalitet. Përgjatë vijës bregdetare nuk mungojnë sot as gur të shumt të nxjerrën në bregdetin e Vlorës,